Atëherë, për sa i përket këtyre komentuesve që thonë po ti flet për pensionet e ulta në Shqipëri, po pse s'ja thua Ramës përballë kur e ke në parlament, po i bën statuse në Facebook. Po tashi unë nuk është se s'ja them dot live aty në parlament. Po duke qenë se ai është 2 metra, unë jam 1,86, 1,87, nuk e di se s'jam matur kohët e fundit, edhe nuk e dihet si mund agravohet situata dhe mund të ham edhe ndonjë kështu të papritur, e ke parasysh nga sta pret. Po gjithsesi, unë do vazhdoj të luftoj për rritjen e pensioneve, po nga Facebooku, online do me thënë, se aty ball për ball se dihet. Nuk i do me thënë se ja ta të thot ajo erion po ti s'ke thot ç'tës ke edhe nejse që të shmangim në një konflikt fizik, se unë nuk dua as të përdor dhun, se kuj dihet mund të përfundojmë të nejse, gjithsesi unë do ta vazhdoj luftën time në Facebook për të gjitha hallet e shqiptarëve, jo vetëm për pensionet, por edhe për çdo gjë tjetër, për korrupsionet, për këto. Po vetëm në Facebook, se live në parlament nuk ja them dot Edit, se tashi edhe ai ka 700 halle tani, ti futem të unë si kështu, si kot më kot. Ku i dihet, thot ai, ja është me nerva, çfarë ti bëj unë? Apo mbahet ai? Ai është edhe 2 metra, si se thash. Nejse. Domethënë ideja është që nuk dua të më ngelet në dorë, po gjithsesi mirë pafshim dhe gjithë të mira.